Realisht jenë drek, unë kam kënë në Shkodër. Këtu unë çuditem që flasin njerëz në emrin tem. Momentalisht deri në këtë moment nuk kam ndonjë ndërheqje. Megjithatë, në vazhdimsi do ta marr vesh arsyet dhe shkaqet pse ka qenë ky vendim i bordit. Unë s'kam asnjë komunikim me bordin. Kena pas më mbledh me datë 16 dhjetor. Nuk u mbledh për arsyet e tij. Megjithatë, unë deri në këtë moment ndonjë ndërheqje nuk kam. Por ditë në vazhdim do ta shohim edhe qëndrimet që do të marrim. Si njihet Kalamishi? Këtu shkarkohen qeveritar, kryeministra, ka ndërheqje. Kalamishi nuk njihet mirë për të vetmen arsye se mënyra se si po drejtohet sot qyteti i Shkodrës më duket si metoda pak komuniste, mungesë totale e komunikimit. Unë pas 20 ditë nuk kam qenë në Shqipëri, normal. Ka qenë periudha për cilën edhe klubi i futbollit ka qenë pushim, lojtarët janë pushim. Është momenti më i mirë për administratorin, drejtorin teknik dhe për tjerë që prej herë me skuadrën të marrin pushimet. Por nuk ka çalu çështja e administrimit. Komunikimin e kam pas të vazhdueshëm me njeriu cilin kam lënë zyrtarisht me më përfaqësu. Po ashtu me drejtorin teknik i kena marrë kontakte të vazhdueshme. Edhe herë janë mënyra pak ndoshta mund të jetë e rëndë, pak metoda komuniste, kështu kur e marr vesh prej medias. Aq më tepër që kryetari i bashkisë sot është përfaqësues i Partisë Demokratike. Jam i befasum, çuditërisht. E dini jo që ka një administrator të ri tashmë? Po, mësova sot mjes. Është mik i jemi. Unë i rrej punë të marrë ati, por normalisht i komunikim zyrtar dasht me pas, telefonik. Jam shumë i çuditur, e pash televizor. U komuniku administratori i ri, pa kanë administratori i vjetët, pa këtë Milan Dorën. Pa kanë drejtori teknik, pa këtë Milan Dorën. Edhe herë jam pak i befasum me këto metoda se si po administrohet. Ose është nga mosdia, ose ka qëllime dashakecit për cilët hala nuk jam i sqaruar deri në këtë moment. Pse mendoni se ka situata deri në këtë pikë? Nga kjo lloj mos komunikimi tashmë i bën publik edhe nga drejtori i sportit mes jush edhe kryetarës së bashkisë. Them pse kam rrit deri këtu. Çuditërisht nuk e di. Sepse unë kam menduar se edhe kryetarin e bashkisë e kam një mikë të emër. Por realisht nuk e di. Po ta di, unë e kam kurajon qytetare që t'i tham gjana të bëlla përballë. Realisht nuk e di. Ajo ju ka kritikuar shpeshherë ju, edhe publikisht. Dhe ju besoj e dini. Ka pas vend për kritika? Publikisht nuk jam kritikuar ndonjëherë nga ana e saj. Vend për kritika nuk më merr mendja se ka pas. Edhe herë. Nuk çalon vllaznia te problemi i administrimit 190 milion lekë të vjetra, të cilët bashkia i ka akordu kur nevojat janë 380 milion, paktën kanë. Nuk ka çalu vllaznia te as mos pasja trajnerit për arsye se unë gjej momentin të falenderoj Mirë Grimin që e majti ekipin në atë situatë shumë vështirë deri me 81 dhjetor. Vllaznia në administrimin tim vjet ka kërmana objektivit për vitin që kaloi, pa varësisht problemeve të mëdha të jashtëzakonshme financiare. Unë vjet i kam kursyer në administrimin tim bashkisë rreth 260 milion lekë, cilë bashkia nuk i ka nxjerr asnjëherë nga llogaria e saj, pavarësisht se kanë qenë kontrata të lidhuna. Gjithashtu si mjet nuk ka ndonjë dëm në administrim nga ana administratorit. Trajneri Zmijani ka deklaruar që
pozicioni i vllaznisë do të jetë nga vendi 6 deri në vendin e 8, po ashtu vllaznia është në vend 8. Megjithatë, unë jam i tifoz i vllaznisë, nuk ka problemi i vllaznisë te administrimi. Sepse në administrimin e bashkisë janë ndru 4 administrator. Për mu gjithë në Rum, nuk çelën vllaznia. Vllaznia duhet bëhet një debat i hapun me specialistat mirëfillt për ta pasur ku çelën problemi. Për ju ku çelën? Keni një ide? Unë kam ide, po momentalisht nuk kam ndonjë dëshirë që të shprehem tashti në këtë ditë sotme. Keni diçka edhe për akuzat e shumta, do thosha që janë edhe Cilat akuza? Akuza për keq menaxhim, për shpërdorim, për abuzim. S'qëndrojnë asnjë s'ka lidhje atë punë. Ata janë një flet rrufeja mëjt që ma qitë më në vazhdet të thamë, prandaj të thash metoda komuniste, flet rrufe. Dikur i kanë punë pijat, tash të mundohen të nxjerrin për televizione. Ka një problem në qytetin e Shkodrës, nuk duhet të jem banal, por disa qershia të shorrume në 96-97 janë të mundu të nxjerrin si prumje të reja të Partia Demokratike, megjithatë janë çështje që do t'i zgjidhim vazhdimsi me qetësi.